Një dorëshkrim origjinal i kompozitorit Prenk Jakova i është dorëzuar shkollës së muzikës në Gjakov nga shkolla artistike Prenk Jakova në Shkodër. Ky dokument i është bashkangjitur fondit tjetër kulturor që disponon shkolla, si një dëshmi e mirë për të ruajtur trashëgiminë kulturore. Drejtori i kësaj shkolle, Kastriel Cada, tregoi më shumë për këtë partiturë të dhuruar. Jemi shumë e fatë dhe konsiderohemi shumë e fatë që një partiturë e tillë nga dorëshkrimi origjinal i kompozitorit Prenk Jakova, me të cilën dhe shkolla me shumë nder dhe krenari mban emrin e tij, ne e pranuam me datë 13, domethënë në koncertin e përbashkët të cilit e patëm bashkë me shkollën artistike Prenk Jakova nga Shkodra, që u mbajt në foajen e pallatit me datë 13 në vigjilje të 26 vjetorit të çlirimit të Gjakovës. Kjo partiturë, e cila u dhurua shkollës, do ta ketë vendin e saj të veçantë, sepse është mirë që të gjithë nxënësit të njohin më përse afërmi dhe të prekin punën e kompozitorit Prenk Jakova. Kjo partiturë pra u dhurua nga drejtori i shkollës së muzikës së shkollës artistike Prenk Jakova nga Shkodra, zotëri Anton Kaftalli. Partitura është nga edhe një herë ta cekit dorëshkrim origjinal i kompozitorit Prenk Jakova dhe quhet Kënga e Brigadës 27. Mes tjerash, Cada ndau emocionet për këtë dhuratë që ka një vlerë mjaft të madhe për shkollën. Edhe drejtori i shkollës, zotëri Kaftalli, edhe unë, duke më dhuruar veprat, të dy ishim me lot në sy, sepse të them të vërtetën, nuk e kam menduar ndonjëherë që do të kemi diçka të tillë, një dhuratë të tillë në shkollën tonë, dhe edhe drejtori i shkollës ishte me shumë emocion që nga Shkodra, nga shkolla e tij, po i dhurohet shkollës si motër në Gjakov. Dhe kjo është një emocion dhe ende domethënë të gjithë ne po ndihemi jashtëzakonisht të respektuar të gjithë stafi i shkollës dhe jo vetëm që një partiturë e tillë u ka dhuruar shkollës sonë. Kjo partiturë së shpejti do të gjejë vend në hollin e shkollës, ku të gjithë ardashësit, muzicentët, nxënësit do ta kenë fatin që ta prekin më përse afërmi këtë partiturë, këtë dorëshkrim të kompozitorit të madh Prenk Jakova. Ky bashkëpunim kulturor ndërmjet dy institucioneve arsimore është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të lidhjeve historike e artistike mes Shkodrës dhe Gjakovës, dhe një shembull se si trashëgimia kulturore mund të ruhet, çmohet dhe transmetohet brez pas brezi, tha përfund Cada.